Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni u përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një qendër kërkimore mund të nxjisë të rinj të qëndrojnë në Gjirokastër dhe të kontribuojnë në vendin e tyre. Kështu është shprehur ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, përgjatë prezantimit të një studimi fizibiliteti për ngritjen e një qendre kërkimore për zhvillimin vendor në Universitetin e Qerem Çhabej të Gjirokastrës. Rajoni i Gjirokastrës është i prekur nga emigrimi. Një qendër kërkimore mund të nxjisë të rinj të qëndrojnë dhe të kontribuojnë në vendin e tyre, është shprehur ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, gjatë prezantimit të studimit të fizibilitetit për ngritjen e një qendre kërkimore për zhvillimin vendor në Universitetin e Qerem Çhabej. Ambasadori vuri në dukje se qeveritë vendore përballen me sfida si shpopullimi, zhvillimi ekonomik e mjedisor dhe se një qendër e tillë mund të ndihmojë në analizat të nevojshme për vendimarrjen. Jam takuar tashmë me herën tjetër me prefektin, me kryetarin bashkisë dhe kësaj herë erdha për të vizituar universitetin sepse kemi një bashkëpunim, një program së bashku. Tani është në nivelin e studimit feasibility, si do të jetë në shqip? Për të krijuar brenda universitetit në qendër kërkimor për zhvillimin lokal, brenda fakultetit të ekonomisë. Dhe sot do të prezantohet ky studimi i feasibilitetit dhe shpresojmë që do të vazhdojmë bashkëpunimin më tej për të implementuar këtë qendër këtu në Gjirokastër. Si do të ndikojë kjo qendër në përfshirjen e të rinjve dhe studentëve në zhvillimin e rajonit? Tamam, kemi shpresë që duke krijuar në qendër të tillë, duke ankurajuar në qendër të tillë, do të inkurajojmë edhe të rinj që të studiojnë të rinj këtu, që nuk të ikin në kryeqytet ose në vend tjetër. E dim që në Shqipëri në përgjithësi dhe në regionet të jugut në veçanëri ka problemi madh me migracion dhe mendoj që projekte të tillë mund të jepen shpresë të rinjve që ka punë për të bërë, ka mundësi për të studiuar këtu, ka mundësi për të punuar këtu, sepse qendra, si ju thash, është me qëllim që do të forcohet këtu pushteti lokal të bashkive të jugut për të zhvilluar aktivitet ekonomike të tyre e në duke respektuar mjedis, që keni shumë të bukur, shumë të pasur, por që është në rrezik si ajo është në gjithë vend që zhvillojnë, që kanë një zhvillim ekonomik dhe tamam në këtë frym do të punojnë këtu në këtë qendër. OSBE është këtu për të ndihmuar, nuk është këtu për të gjykuar. Ne jemi këtu sipas kërkesës të autoritetëve shqiptar, ka 28 vjet që funksionon prezenca e OSBE-s në Shqipëri. Keni me përmendur një nga temat me të cilat punojmë, lufta kundër korrupsionit, është një nga fushat ku kemi program të ndryshme, por kemi program të shumtë. Sot në mëngjes shkova për të vizituar pikë kufitar në Kakavije, sepse kemi patur gjatë viteve bashkëpunim edhe me policinë kufitare dhe vazhdojmë të ndihmojmë dhe sot jam këtu, si ju thash, për një program për një drejtim tjetër që është lidhur me studimet me universitetin edhe me pushtetet lokale. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Muaj maj 2025, sipas të dhënave të Instat, ka shënuar një fluks të lartë të vizitorëve që kanë zgjedhur Shqipërinë për turizëm. Sipas Instat, gjatë muajit maj rezulton duke hyrë në territorin e vendit tonë mbi 1.6 milion shtetas shqiptar dhe të huaj. Ky tregues ka shënuar rritje me 4.3% krahasuar me majin e vitit 2024. Instat nënvizon se vetëm për gjatë muajit të kaluar kanë hyrë në territorin shqiptar mbi 987.000 vizitorë të huaj, ose 1.4% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. 95% e vizitorëve të huaj janë nga rajoni i Evropës, ku ajo jugore zë 72%, ndjekur nga Evropa perëndimore me 14%.
Hyrjet për pushime zë 98% të rasteve, ku në muajin maj të këtij viti, ky tregues ka shënuar një rritje me gati 0.9% krahasuar me majin e 2024-s. Sipas Instat, në periudhën janar-maj të këtij viti, vendin tonë kanë vizituar 3.4 milion turistë huaj, ose 3.9 më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Çmimet e naftës janë ulur për gati 5% gjatë orëve të fundit, pasi Izraeli është pajtuar për një armë pushim të mundshëm me Iranin për t'i dhënë fund këtij konflikti gati 14 ditor. Çmimi i naftës së papërpunuar ka rënë fillimisht në $68 për fuqi, ndonse ndërkohë është rritur për pak $69.68 për fuqi. Pasi Irani dhe Izraeli e kanë akuzuar njëri tjetrin për shkelje të armë pushimit pak orë pas nisjes. Çmimet e naftës janë rritur në ditët e fundit pas shqetësimeve se Teherani do të mund t'i pengonte furnizimet globale duke mbyllur ngushticën e Hormuzit, rrugë kryesore detare për transportin e naftës dhe gazit. Tregjet e aksioneve në SBA, Mbretëritë Bashkuar dhe Europë kanë qenë stabil, pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka thënë Izraelit që të mos gjuajmë me bomba, nëse e ka akuzuar dhe Iranin për shkelje të armë pushimit. Çmimi aktual i naftës është në nivelin që ishte kur Izraeli nisi raketa kundër qendrave bërthamore iraniane më 13 qershor. Sulmi ndikoi në rritjen e çmimit të naftës deri në $81 për fuqi, duke shtuar shqetësimet për rritje të çmimeve të produkteve të tjera të domosdoshme për jetesën. Një sulm me raketa nga forcat ruse në rajonin juglindor të Ukrainës ka lënë të paktën 17 persona të vrarë sipas autoriteteve lokale. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje aleatëve të Kievit përgjatë një samiti të NATO-s që të investojnë më shumë në industrinë e mbrojtjes së Ukrainës. Sipas guvernatorit të rajonit Serhiy Lysak, sulmi ndodhi në 2 valë dhe goditi kryesisht qytetin Dnipro, ku u regjistruan 15 nga viktimat dhe më shumë se 200 të plagosur. Një nga raketat shkaktoi dëme të mëdha në stacionin hekurudhor, duke thyer xhamat e një treni tregtar, ndërsa copsat goditën pasagerët. Sulmi gjithashtu dëmtoi 2 shkolla dhe një spital, mes të tyre janë të plagosur 18 fëmijë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Jeruzalem ka njoftuar se do të rihapet ditën e mërkurë, duke hequr kështu edhe urdhrat e mëparshëm për strehim në vend për punonësit e saj pas vendosjes së një armë pushimi mes Izraelit dhe Iranit. Në një deklaratë zyrtare, ambasada thekson se rifillimi i operacioneve vjen pas heqjes së të gjitha kufizimeve nga komanda e frontit të brendshëm të Izraelit. Më herët, për shkak të përshkallëzimit të konfliktit, misioni diplomatik kishte lëshuar disa alarme sigurie dhe udhëzime që punonësit dhe anëtarët e familjeve të tyre të qëndronin të strehuar në vend. Megjithatë, përkundër lehtësimit të situatës, ambasada mbetet e kujdesshme dhe ka lëshuar një paralajmërim udhëtimi. Sipas deklaratës, punonësve të qeverisë amerikane dhe familjarëve të tyre u ndalohet udhëtimi i jashtë zonave të mëdha të Tel Avivit. Ky vendim vjen si një mas paraprake për të siguruar personelin diplomatik në një rajon ende të paqëndrueshëm pavarësisht arritjes së armë pushimit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.